Një problematik që kishte shqetësuar prej më shumë se 30 vitesh banorët e zonës së Lonxhës në lagjen Partizani në Vlorë, tashmë ka marrë zgjedhje. Fal një ndërhyrje të ndërmarrjes ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, është realizuar ndërtimi i linje të re të furnizimit me ujë të pishëm, duke dhënë fund një mungese të kahershme për shumë familje. Me iniciativën e drejtorit ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, Klevis Kaso, u ndërtua linja e re e furnizimit me ujë, ndërsa njëkohësisht u kryen edhe lidhje të gjitha banesave që nuk ishin përfshirë në projektin ekzistues. Investimi ka bërë të mundur furnizimin e rregullt me ujë të pishëm, sipas standardeve teknike, duke përmirësuar ndjeshëm cilësinë e shërbimit për banorët e kësaj zone. Pas përfundimit të punimeve, drejtori Klevis Kaso zhvilloi një takim me banorët, të cilët shprehen kënaqësinë për realizimin e këtij investimi. Ai falenderoi qytetarët për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin gjatë gjithë procesit të punimeve, duke theksuar se angazhimi i ndërmarrjes vetet i pandërprer për zgjidhjen e problematikave të trashëguara ndër vite. Sipas Kasos, kënaqësia më e madhe është kur puna e përditshme në terren përkthehet në një shërbim më cilësor dhe në një përmirësim konkret të jetës së qytetarëve. Ai nënvizoi se investimi realizuar për zonën e Lonxhës është një ndër më të rëndësishmit për mundësitë financiare të vetë ndërmarrjes, por njëkohësisht edhe një investim i domosdoshëm për të dhënë fund një problemi që kishte mbetur i pasgjidhur për dekada. Realisht shumë peripeci e madhe, mos të gjesh mundësim për të pasur ujë është mash me çunat u munduam që të kalonte ky kolektori, që për ndërmarrjen tonë kapacitetet është një investim i madh, nuk është një investim i thjeshtë. Investimet duhen parashikuar në buxhet një vit më para. Ne nuk e kishim të parashikuar dhe e bëm. Edhe banorët e zonës shprehen mirënjohjen e tyre për ndërhyrjen e realizuar. Ata falenderuan drejtorin e ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, Klevis Kaso, duke theksuar se për herë të parë, pas më shumë se 3 dekadash, familjet e tyre kanë furnizim të rregullt me ujë të pishëm. Sipas banorëve, gjatë muajit maj, drejtuesit e ndërmarrjes premtuan se problematika do të merrte zgjidhje dhe ky premtim u mbajt. Banorët e cilësuan investimin si një ndryshim të madh për jetën e përditshme, pasi mungesa e ujit kishte qenë një nga shqetësimet më të mëdha të komunitetit për vite me radhë. Kjo u realizua, ne ju falenderojmë shumë. Unë dua të them që ujësjellësi na ka bërë një nder të madh, na solli ujë, e quajti muajin e majit, e quajti slogan për lagjen tonë, të cilën kishim 30 vjet e më shumë, që s'kishim ujë fare. Dhe ai bëri të mundur, gjithë ekipi i ujësjellësit u mobilizuan që të gjithë dhe ne na realizuan me ujë. Ju faleminderit shumë të gjithëve. Ndërhyrja në zonën e Lonxhës është një pjesë e punës së vazhdueshme të ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë për përmirësimin e rrjetit të furnizimit me ujë dhe përmirësimin e shërbimit në zonat që prej vitesh kanë pasur problematika, me synim për të ofruar qytetarëve një shërbim sa më cilësor.